Përshëndetje edhe një herë nga mua, tani si tradicion, da bëjmë kështu, nga 12 mesazhet që I kam këtu që janë lexuar dhe është kjo e fundit e peshqive, do fillojmë me letrën e dashit, demit, binjakëve, gaforës, luanit, virgjëreshës, peshorës, akrepit, pastaj shigjetarit, bricjapit, ujorit dhe peshqive. Do thot, këto janë mesazhet e ditës së sotme që dua të bëj një lexim të vetëm, ti ngrej kështu që ta shikoni pak më mirë, letrat. Në fakt të vetëm një sekond të nxjerr që të hapë pakës, që të shikoni ashtu dhe, se këtu kam kompjuterin, ashtu, të shikoni të gjitha letrat dhe të bëjmë një lexim të vetëm. Pse kam filluar të bëj këtë? Duke lexuar ndjej sikur bëj bashk letrat. Ka nevojë dikush për të dëgjuar këtë, nga që çdo mesazh që del, gjithë kemi në diell kemi shenjën e luanit për shembull, ose virgjëreshës, por në shëndet jemi diçka tjetër. Prandaj besoj në tërësinë e këtij leximi që dikush ka nevojë të dëgjoj. Të dashur të gjithë ju që më ndiqni, apo ata persona që kanë nevojë, që mund të rezonojnë ky lexim me ta, thotë fillon me dhimbje, me një zemër kogja të plagosur, që s'mund të hesh më, dhe një mendje kogja të ngarkuar nga ankthi, që vuan në heshtje. E ke mbajtur shumë gjatë këtë dhimbje brenda, e ke ndëshkuar veten për gjërat që tashmë kanë kaluar. Të dashur të gjithë, ta them ashtu. Por zemra jote nuk ka vdekur. Nuk ka vdekur dhe nuk mund të vdes. Përkundrazi, ajo po rizgjohet. Është një rrezë e vogël drite që po të thot, ka dashuri për ty, patjetër ende. Apo, nëse është situata, çfarëdo që të jetë, absolutisht ka mundësi dhe alternativa tjera. Sado që mund të zhgënjemi, apo ta them të humbasim në një gjë, gjithmonë na jepet edhe një shans tjetër, këtë s'duhet harruar kurrë. Pra është një rrezë e vogël drite që po të thot patjetër, ke një ndjesi të re që po të pret të hysh, që po pret të hy në jetën tënde. Dhe po, ajo ndjesi të çon drejt një paqe që nuk e ke përjetuar më përpara kurrë. Dëgjoj të dashur, t'ju them kështu, shpeshherë sfidohemi, sprovohemi me dashuri që na bëjnë ta urrejmë dhe jetën, të mos ta duam. Të na dhëmbë, të na shkatrojnë me një farë mënyre. Por që gjitha ato janë sprova që na mësojnë që ta vlerësojmë në mënyrë tjetër më shumë, të jemi më shumë mirënjohës kur na vjen në jetën një dashuri që vërtet e meritojmë. Jo që ajo e para nuk ishte merituar, po që është për ta marrë atë mësim, nga që nuk dim të gëzojmë, po s'jemi të sfiduar më përpara. Ta kishim çdo gjë e bukur, që nuk do kishim një fjalë që quhet lumturi. Apo jo? Dhe kjo është ajo që na bën ta ndjejmë dhe të jemi mirënjohës për çdo gjë. Dhe kjo pra, jo sepse gjithçka është perfekte në këtë dashuri apo në këtë situatë që po ju vjen re, por sepse tani sikur je gati të pranosh atë që e di që është e mirë për ty. Dhe po, edhe të ndihesh e dashur, pa faj, pa patur frikë, çfarë do ndodh. Ndërkohë ti ke filluar të shfaqesh ndryshe, nga që dhe personin që ke afër apo situata të bën të ndihesh më krenar, të tjerët po të shohin, po të vlerësojnë, dhe është koha të mos fshihesh më. Je ngritur dhe ke të drejtë ta thuash këtë me zë të lartë, të ndihesh e përmbushur, e gëzuar, e fituar, gjitha këto. Por mos haro, jo çdo betejë tani në rrugtimin e juaj tregon që jo çdo betejë
ja vlen të luftohet. Jo gjithkush meriton përgjigjen tënde. Se në gjithë këtë do t'i kesh njerëzit e dashur që do të krenohen, do të duartrokasin, do të mburren, motivohen nga ty. Por jo gjithmonë gjithkush. Këtë e dim të gjithë. Pra, jo gjithkush meriton përgjigjen tënde. S'ka nevojë të përgjigjesh ndonjëherë. Mos harxho kohën tënde duke luftuar për të pasur të drejtë, për t'ia thënë që hey, unë pata kështu e kisha, ja dola, ja absolutisht lufto për paqen tënde të dashur, sepse forca jote nuk është më tek reagimi, por të vetë kontrolli. E di kush je, nuk ke më nevojë të bindesh askënd. Me kushdo që rezonon ky lexim të dashur. Arsyeja pse tani e gati të bëhesh mbret i emocioneve të tua është nga që përjetimet e tua të kanë mësuar aty. Ajo lufta e mbrëmshme e jote të ka mësuar të heshtësh, dhimbje dhe heshtje një ndërkohë, duke mos u dëgjuar zëri. Tani ke maturim për të mos lejuar shpirtin të përmbytet më nga dramat, nga që këto më nuk të lejosh. Kjo më nuk do jetë në jetën tënde. Pra të gjitha këtë të pranosh një të vërtetë, një kapitull që po përmbyllet me veten e juaj me dikë tjetër, diçka duhet të vdes, një zakon i juaj, një mendim i juaj, një besim i juaj, një rol, një lidhje, një iluzion, dhe kjo do të hap verzionin tënd më të lirë, shikoni fluturim ti këtu, dhe ajo derët dhe kur ajo derë në fakt të mbyllet, ti do të ndjesh një zjarr brenda vetes, zjarr për të nisur, për të ecur, për të folur, për të vepruar. Këtëherë jo vetëm me pasion, por edhe me zemër, do ndjekësh atë që ka kuptim për ty, jo thjesht atë që duket e bukur, do të thotë vërtet do ta ndjesh, sepse tani po e kupton çdo që të ndërtohet diçka e vërtet, siç është letra e peshkut që ishte e peshqive, e them peshku, nuk e di, e kam të fiksuar në kokë dhe ta lëm kështu. Nëse që të ndërtohet diçka e vërtetë, keni kuptuar që duhet të shëmbët gjithçka që ishte falsa. Pra, po fillon me një dhimbje, mund të ketë qenë person, mund të ketë qenë situata, mund të ketë qenë diçka që ju ka mësuar. Rrugtimi juaj nuk ka qenë i lehtë. Gjithë kjo do ju hapë, do bëj të takoni persona të rinj që do dashuroheni nëse ka të bëj për dashuri, nëse është për punë do jetë absolutisht punë e re që vërtet do ju përmbush, siç thash dhe në mesazhin e ishte po i bien gaforja, po që është letra vërtet përmbush, se s'ka nevojë të dini të shikoni atë që është e bukur, që mund të jetë punë, mund të jetë dashuri, mund të jetë çfarëdo që është dëshira juaj. I gjithë ky rrugtim është që hapa e keni bërë, por që duke mos u ngujuar në veten e juaj, duke mos ngelur peng të së kaluarës të dashur, ju që më ndiqni, apo ju që rezonon ky lexim për ju. Pra, e gjitha kjo po shëmbet, një person i ri po vjen duke besuar, duke menduar, duke vepruar dhe asnjëherë për të mos lejuar një gjë të tillë nga askush dhe nga asgjë. Pra, maturia në fund fiton dhe çdo gjë që s'duhet të jetë në jetën e juaj, duke filluar të seleksiononi persona, rrethana, miq, ku di unë, kolegë, të dashur, kush është të jetë. Dhe në fakt, të vetes juaj, mendime, besime, veprime, siç keni bërë më parë, të gjitha do i rënoni. Dhe do t'i lini nën këmbët e juaja për të ecur absolutisht të fituar.